Jam këtu pranë shtëpisë time, duke kryer disa përgatitje për vitin e ri, por nuk mund të rija dot pa marrë pjesë në atë që po ndodh në Vlorë, ku qytetarëve vlonjat, si askush tjetër, qeveria të cilën e kanë votuar, bile edhe këtë lokale, sapo, po edhe ato të madhe, 3, 4, 5 era, po 35 vite rjeshti, dhe t'i lesh pa pikën e ujit qytetarët vlonjati, por të paktën ata folën, ata i treguan vendit, jo vetëm bashkisë dije me ato bidonat në ato pesën gjoja gëzon, bashkia ku nuk ka ujë njerëzia, dhe nuk i ka marrë pakt, nuk është puna për 8 ditë apo për 3 ditë që i ka lënë pa ujë, por është kjo qeverisje ti, pa e bërë, pa e politizuar ti, por është fakt, qeverisje e vendit që i merë ujën e buronjave të Kuqit, i merë atë të Tragjasit, merë dhe syrin e Kaltër, dhe gjitha këto në Vlorë, edhe syri i Kaltër, duket që vjen nga Saranda, por në Vlorë do bëja tradhtia e madhe e kombit shqiptar. Këta vlonjat 100 vjet përpara që zbuan Italinë, nuk them luftë, por këta vlonjat që do të trajtojnë interesat e familjeve të tyre, ku nga porti i Vlorës do niset ujë për në Apulja. Dhe prandaj o vlonjat, bët shumë mirë, vonë, shumë vonë, por ama më mirë s'ka ku të vejdi, që i treguat vendin harbutve, këtyre tratarëve të kombit, këtyre të pangopurve, qeverisje dy, por e do nga dy anë dhe 35 vjet, klasë politike e dështuar, se do duke si ku të mbajmë anën e të djatë, më mizerje dhe atati. Të njëjtin gjë kanë bërë dhe atati. Por këta nuk mbajnë. Këta janë pa përmbajtur, këta të sotmit. Prandaj jam gati të vit marrë pjesë, siç ka marrë pjesë në buronjat e Kuqit apo Tragjasit, të marrë pjesë edhe kjo ju për të sjellë një bidon ujë, po më shumë për të sjellë një bidon me mbështetje, me mendje, që juve ju takon të keni të drejtën më elementare të pasurit të ujë. Prandaj ju përshëndes dhe ju mbështes. Kjo është e gjitha qytetarëve vlonjat. Mirupafshim.